FIFA gjopiti Federatën Shqiptare të Futbollit pas sjelljes diskriminuese të tifozëve shqiptar gjatë ndeshjes kualifikuese për Botrorin 2026 ndaj Andorrës, i zhvilluar në stadiumin Arena Kombëtare më 24 mars 2025. Komisioni disiplinor i FIFA-s e konsideroi të papranueshme sjelljen e tifozëve dhe ka vendosur një gjop për 20.000 franga zvicerane ndaj FSHF-s, si edhe mbylljen e të paktën 20% të stadiumit në ndeshjen e radhës së Shqipërisë në kompeticionet e FIFA-s, me prioritet në tribunat të pasportave. Panorama Sport, me burimet e saj në FIFA, ka zbuluar dokumentin që tregon me detaje procedimin disiplinor që ka bërë delegati në ndeshjen me Andorrën. Aty faktohet se thirrjet diskriminuese kanë lindur nga sektori N103, blok ku ishin vendosur grupimet tifozat Uqezi dhe Ilirian Elit. Në shënimet që kanë mbajtur në dosje delegati tregohet fare mirë sektori, minuta dhe thirrjet e regjistruara me video në gjuhën shqipe, të cilat janë përkthyer në atë angleze, sa kanë zgjatur ato edhe sa herë janë përsëritur. Nga tifozët shqiptar ka pasur thirrje vriti serbët dhe po ashtu vrite shkatroje Serbin. Këngë të cilat janë kënduar në minutën e 3 të takimit se kanë shkelur kodin disiplinor të FIFA-s në lidhje me nxitjen e urrëties etnike dhe diskriminimit.